Një temë që ka nxitur kthehet vëmendja e shoqërisë është lajmi që erdhi nga Tirana për një mjek psikiatër nga Kosova që është arrestuar pasi që është akuzuar për ndjekje ndaj një moderatoreje të njohur televizive. Ai ndodhet në Qeliburgu tashmë pasi sikur është njoftuar nga mediat pasi që është kap nga efektivet e policisë, ndërkohë që moderatorja kishte planifikuar skenën duke e ftuar në një takim këtë person në një prej zonave të Tiranës, ndërkaq që personi psikiatri Behar Kamberi sapo është paraqitur në vendin e takimit është arrestuar nga oficerët dhe ndaj tij rëndon akuza për veprën penale të përndjekjes. E hetimet janë ato që vijojnë, por për këtë fiksimin dhe përndjekjen e dikujt ndaj dikujt tjetër do të diskutojmë në këtë emision, meqense drejt për drejt me ne është psikologja, aktivistja feministe Reze Abdullahu. Përshëndetje Reze. Përshëndetje Lorex, Mirë, përderisa diskutojmë tema që kanë rëndësi të diskutohen për shoqërinë, por ju si e vlerësuat, cili ishte, si thua, mendimi i parë kur e lexuat këtë lajm? Atëherë, në bazë të asaj që po raportohet rrjeteve sociale, domethënë psikiatri Behar Kamberi, i cili është arrestuar sot në Tiranë, pas ka qenë i denoncuar të paktën një herë për përndjekje të grave në Kosovë. Por jo vetëm, do të thotë ka informata se ai po përndjeqte dhe po ngacmonte seksualisht edhe gra të tjera, të cilat nuk ishin patur guximin që ta raportonin apo të tregonin historitë e tyre sa i përket përvojave me të. Do të thotë, rastin që e përmenda, rast i cili është i konfirmuar dhe i denoncuar në hetuesi, por që gruaja, domethënë me të drejtë ka vendosur që ky rast të mos bëhet publik. Në rastet e tilla, domethënë është e tmerrshme edhe është e dhimbshme të mendosh që veprat e tilla mund të kalojnë pa u problematizuar dhe pa u marrë seriozisht nga organet kompetente. Por si gjithmonë, domethënë neve sapo këto raste na plasohen nëpër media, neve na bjen në mend dhe na kujtohet se si profesioni dhe statusi shndrohen në një mburoj që e legjitimon edhe përndjekjen edhe dhunën, sepse është e qartë që shoqëria jonë ka mënyrat e veta të veçanta për të justifikuar dhunën në mënyrë që t'i heqë problemet e tilla. Pra, sa më i lartë që t'jetë pozicioni, aq më e vogël është mundësia për t'u ndëshkuar. Të flasim pak për fenomenin, nëse mund ta quajmë të tillë. Mendimet janë të ndryshme edhe nga komentet e shohim, por ku përfundon një simpati, le ta quaj, e zakonshme, ku fillon përndjekja? Ku është ai kufiri, kur bëhet problem? Tani, ne nuk jetojmë në shoqëri primitive që mund të mos e dim se ku mund të përfundoj simpatia dhe ku mund të filloj ajo që konsiderohet ngacmim seksual apo përndjekje. Ne jemi njerëz dhe sigurisht se ne kemi pëlqime, kemi dëshira dhe kemi kufi personal që ne i vendosim në raport me personat e tjerë të cilët në një mënyrë apo në një formë tjetër duan që të jenë pjesë e jetës sonë. Në momentin kur shprehje të ndryshme, domethënë konsiderohen të papëlqyeshme nga ana e personit tjetër, ato atëherë automatikisht mund të konsiderohen sikur ngacmime apo edhe forma më të rënda, siç është edhe rasti i psikiatrit, domethënë mund të kalojnë në përndjekje. Kur një person ballafaqohet me refuzime të njëpasnjëshme, me
refuzime ndoshta deri në agresivitet, atëherë kjo përbën edhe një ndër format më të rënda të përndjekjeve, të cilat realisht duhet të jenë të ndëshkuara me ligj. Po mënoj edhe janë, por që e thamë se shpesh herë statusi I personave të caktuar apo privilegji I personave të caktuar të cilët e gëzojnë në shoqëri, atëherë kjo bën që ata të veshen me një lloj imuniteti që mund të kaloj edhe pa u ndëshkuar. Qartë, ju folët për këtë rast, për personin e dyshuar, se përdesa s'kemi një vendim natyrisht themi të dyshuar, e që është arrestuar nga policia në Shqipëri, se ka pasur të tjera raste. Jo, unë vetëm doja të thoja se personi në fjalë, domethënë, ishte një ndër personat e njohur prej të cilëve ka shumë ankesa se ka përndjekur edhe vajza dhe gra të tjera. I bën njeriu çfarë bën njeriu që të përsërit veprimet e kësaj natyre? Tani është pak e komplikuar që ta themi një gjë të tillë, por në rastin e psikiatrit, atëherë sigurisht është ndjenja e pushtetit me të cilin ai e konsideron dhe e pasqyron veten e tij të veshur, dhe e cila në fakt realisht I jep atij të drejtë që ti përsërisë ato veprime deri në zotrim të dëshirave të tij kundrejt targetit që ai ka vendosur. Po të themi rasti konkret, një psikiatër I akuzuar për përndjekje, është kjo një goditje për besimin që ka krijuar ndoshta me bukur shumë vështirësi audienca përballë profesionistëve të shëndetit mendor dhe tash gjithçka shembet poshtë, mund të shikohet në këtë aspekt edhe? Realisht, po, por jo vetëm. Në përgjithësi, në viteve të fundit ka një mosbesim sa u përket burrave të veshur me petkun e privilegjeve të ndryshme në shoqëri. Thuja se, domethënë ka shumë gra të cilat I raportojnë ngacmimet seksuale, I raportojnë përndjekje seksuale, po veç në qarqe të vogla të kolektiveve të grave apo kolektiveve të ndryshme feministe. Krejt kjo, domethënë për arsye në pamundësi për të luftuar pushtetin e burrave I cili domosdoshme ka me u përdor në segmente të ndryshme të jetës së tyre për të shantazhuar vajzat edhe gratë në aspekte të ndryshme. Domethënë ky nuk është një rast I izoluar. Në Kosovë ka disa të cilat madje kanë qenë edhe publike. Unë dua të sjell në mend një rast të një studente në vitin 2015 kur raportoi rastin e ngacmimit seksual karshi profesorit të saj dhe në pamundësi për të siguruar prova, sepse ngacmimi ishte fizik, atëherë ajo u detyrua që të tërhiqet nga rasti. Mandej 2 vite më vonë në një protestë organizuar kundrejt ngacmimeve seksuale në kuadër të Universitetit të Prishtinës, prorektoria e asaj kohe, domethënë deklaroi se janë pikërisht vajzat, studentet të cilat e nxisin ngacmimin seksual dhe dalin me deklarata të tilla për të arritur qëllimet e veta. Pra është krijuar një narrativ mbrojtëse karshi burrave të cilët janë të veshur me privilegje të ndryshme. Dhe kjo sigurisht se nuk ka të bëjë vetëm me profesionin e psikiatrit, por me të gjitha profesionet dhe të gjitha aspektet ku burrat kanë pushtet. Pra nuk duhet dikush të thotë se psikiatri mund të bëjë këtë gjë. Nuk është e një lëmie e caktuar, sikur se ju dhat shembuj dhe sikur se dihet publikisht. Po, cilat janë? Jo, mund ta bëjë psikiatri, mund ta bëjnë të gjithë. Po, prandaj. Por që sigurisht profesioni I psikiatrit është një ndër profesionet
që mund të konsiderohet edhe humane dhe që kërkan një besim të thellë dhe një mbështetje të thellë karshi personave të cilët i drejtohen. Tani cili është... Sigurisht mandej që kur flasim për aspekte tjera etike, morale, po mendoj kjo është një shkallë tjetër, ndoshta për të cilën do të duaj të flitej, por në këtë rast po flasim veç për veprimin si një akt. Pikërisht. Të flasim pak për pasojat psikologjike të viktimës. Jo vetëm në rastin konkret. Me çfarë përballet ajo pastaj? Me qenë se kryesisht viktima të përndjekjes dalin të jetë në gratë. Lurik, unë e thash, gjëja e parë me cilat përballen gratë në një situatë të tillë është stigma, është stigmatizimi që atyre u bëhet. Dhe kjo sigurisht se ka ngarkesën edhe peshën e vet emocionale edhe psikologjike. Por njëkohësisht edhe peshën shoqërore, kur zakonisht kur një grua është viktimë e sulmeve seksuale, të cilës do natyrë apo të dhunës seksuale, do të thonë ajo targetohet dhe pyetja i drejtohet asaj se çfarë ke bërë ti. Do të thonë fokusi vihet tek vajza dhe gruaja dhe neutralizohet sjellja e dhunuesit potencial, do të thotë në këtë rast. Por ajo çka është shumë shqetësuese dhe që unë sa dua ta ndaj këto është se sigurisht që edhe media në këtë aspekt e ka rolin edhe ndikimin e saj. Do me thënë, shpesh herë media është ajo që i kontribon dhunës seksuale dhe ruajtjes së stigmatizimit të viktimës duke i kontribuar rritjes së problemit. Për shembull, në shumë raste kur viktima kur gruaja e cila është viktimë e dhunës seksuale, atëherë me të paraqiturit e lajmit, kjo dhunë normalizohet. Do të thonë përndjekja dhe ngacmimi paraqiten si roman, si dashuri platonike, obsesive të tjera. Masandej është aspekti tjetër ku mediat vazhdimisht insistojnë për sensacion. Dua ta lidh me rastin që përmenda pak më herët. Në rastin e aktivistes kur ajo është përballur me ngacmim seksual, atëherë mediat kanë ndarë fotografi të saj nga profili i saj privat në Facebook me tituj sensacional, për shembull ky është personi që është ngacmuar seksualisht edhe duke u bërë tabel qitjeje e komenteve fyese dhe komenteve stigmatizuese, komenteve të cilat kanë nxitur dhunë dhe kanë bërë që ajo të përjetojë dhunë psikologjike të mërshme, të papërballuar për kohën. Ka edhe diçka tjetër të cilën dua ta theksoj. Gjithashtu media i atribon asaj që ne sot e quajmë pajësimi i viktimës, ku të gjitha pyetjet dhe narracionit do me thënë fokusohen të sjellja e gruas, siç e thash edhe pak më herë, do me thënë fokusi vihet tek ajo se çfarë kishte të veshur, pse ishte atje e jo, por jo vetëm media, do me thënë është një narracion që sot mbizotron ndoshta edhe në organet kompetente tek të cilat vajzat edhe gratë do të duhej të drejtoheshin, siç është policia e Kosovës e të tjera. Nga raportime të ndryshme e di se shumë vajza kanë treguar dhe kanë shprehur se kur ato kanë marrë guximin që t'i raportojnë ngacmime seksuale apo forma të dhunës të ngacmimeve seksuale, ato janë përballur me pyetje të tilla në polici, hetuesi apo kudo tjetër se çka kanë patur veshur ato, pse janë kanë në atë kohë atë, edhe arsye dhe shpjegime të tjera të cilat as nuk do të duhej të ishin pjesë e një ngjarje të tillë. Pasani ka edhe diçka tjetër që është heshtja jonë selektive që përfshin edhe rastin e psikiatrit në fjalë, do me thënë kur dhuna nga burra me status të lartë mbulohet ose relativizohet duke i dhënë një lloj imuniteti shoqëror. Si për shembull, se ç'rëndësi ka pastaj
Unë thash, me gjas, rasti I sotëm I plasuar në media në rastin e psikiatrit Ber Kamberi nuk është rasti I vetëm. Ka informata, dhe me thanë, unë paraprakisht po flisja me vajza dhe gratë ndryshme me të cilat po diskutonim kohën edhe herat kur ato kanë qenë të ngacmuara dhe të përndjekura seksualisht nga psikiatri në fjalë. Me ta ndonë se I sotmi nuk ka qenë rasti I parë dhe I vetëm, psikiatri në fjalë, do me thënë, është legjitimuar në bazë të profesionit që ai ka, sepse edhe rasti I më parëm që ka ndodhur kur një nga gratë ka denoncuar, do me thënë rasti është neutralizuar dhe është hequr. Dhe kjo duke I dhënë atij privilegj mbi të ushtruarit e profesionit të tij. Kjo është ajo që unë dua ta potencoj. Do me thënë privilegji I burrave në bazë të profesionit që mund të ushtrohet dhe të përdoret për t'i shantazhuar gratë seksualisht dhe në forma të tjera. A ka mbrojtje më tej për viktimat e kësaj lloji dhune? Tani, ka mekanizma por që janë të paqarta. Ne po flisnim dhe po diskutonim për mënyrën se si gratë, do me thënë sot ballafaqohen me shtypjen e tyre zinxhirore. Kur e them zinxhirore, do me thënë është se të gjithë këta mekanizma të cilat do të duhet të funksiononin për t'i mbrojtur ato nga një formë e tillë e dhunës, do me thënë janë të paqartë dhe lënë hapësira për të diskutuar. Shpesh herë format më të rënda të ngacmimeve seksuale paraqiten sikur ofendime, sikur fyerje e të tjera duke e larguar nga konteksti dhe veprimi real që realisht është. Por sinqerisht format e dhunës seksuale të grave janë një ndër format më shqetësuese të cilat mund të ekzistojnë, por ajo që neve realisht kemi nevojë ndoshta është edukime, por jo vetëm I institucioneve përkatëse, por e tash parës edhe I media, se është tepër e rëndësishme që media dhe institucionet përkatëse të edukohen për mënyrën se si duhet të funksionojnë aspektet në fjalë. E qartë. Të flasim pak për vetë personat që I kryejnë veprimet e tilla. A mund të kthehen më pas si kontributor pozitiv në shoqëri? Të pyes, a mund të rehabilitohen përndjekësit në këtë rast? A ka një trajtim psikologjik ndaj personave me fiksime të kësaj natyre? Ka se të me thamë përndjekja dhe format e ndryshme të dhunës ndaj grave nuk kanë të bëjnë me çrregullime psikologjike apo psikiatrike të personave në fjalë, por më tepër, do të thënë, dhuna e shprehur në shoqërinë tonë është kulturore. Prandaj e përmenda unë pak më herët edukimin e personave, edukimin e institucioneve përkatëse. Për shembull, në shoqërinë tonë të thellë patriarkale konsiderohet se gratë janë të mund të dominohen, gratë mund të shtypen, gratë mund të zotrohen dhe ide të tilla e krijojnë një narracion kulturor, do të thonë që çojnë edhe në forma më ekstreme të dhunës. Për shembull, ju e dini edhe ju shihni për ditë se si dhuna ndaj grave është në rritje. Jo vetëm dhuna, por numri I vrasjes së grave është rritur konsiderueshëm. Dhe krejt kjo nuk është se ka të bëjë me persona të cilët mund të kenë çrregullime të ndryshme psikologjike apo psikiatrike. Do të thonë është thjesht se këta persona janë të keq edukuar në aspektin kulturor. Kultura jonë nxit forma të ndryshme të dhunës ndaj grave. Edhe që ta lidh me rastin e psikiatrit. Do me thënë, edhe psikiatri në fjalë
kulturalisht mund ta konsideroj se është në rregull që ai të insistoj edhe pa dëshirën e personit tjetër të insistoj ta përndjek madje edhe në forma ekstreme siç është përdhunimi seksual. Krejt kjo duke u mbështetur në norma patriarkale, kulturore, në të cilat shoqëria jonë është thellë e zhytur. Pra, aspekti ynë kulturor i mënyrës se si funksionojnë burrat në shoqërinë tonë ju jep atyre të drejtë që të kryejnë vepra apo akte të tilla të dhunës seksuale ndaj grave. Dhe nuk ka të bëj kjo me rehabilitimin e burrave apo me rehabilitimin e personave të tjerë të caktuar. Domethënë është thjesht një ide kulturore dhe që të ndryshojnë idetë kulturore, që të ndryshojnë mënyrat dhe format të tilla në të cilat ne kulturalisht jemi të përfshirë, atëherë duhet të ndryshoj edukimi dhe mënyra se si shumë çështje dhe aspekte të tjera të caktuara në shoqëri perceptohen. Duhet të pritet që të ndryshoj shoqëria kulturalisht apo të jepen mesazhe dhe ndaj kujt të jepen mesazhe? Ndaj konkretisht vajzave dhe grave. Kjo është ajo që ne si aktivist feminist, domethënë thuaj se bëjmë gjithkohë të organizata të ndryshme të grave, domethënë vetisim dhe ndërgjegjësim i popullsisë në lidhje me tema të caktuara. Domethënë kjo është ajo që ne kemi nevojë, duke filluar nga mediat dhe institucionet përkatëse, por që përfshirja e mediave është jetike dhe është tepër e rëndësishme. E qartë. Rezet, falenderoj shumë që sot ndave kohën tënde për ne, natyrisht për diskutuar një temë që vlen të diskutohet sa më shpesh. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë edhe juve dhe shihemi.